Parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxirren nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë dhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk minatohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën si mas qefit tuaj, por nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja ufshini qytetarëve raportin ju? Pse ja ufshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim na qytetarëve të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se përfundoni ju lutem. po tani, si të përfundoj unë, kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasis për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, am thonë? Shpel mafje? Po. Dhe ju që po më shifni atje do të bëj një pyetje unë këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është? Cila është arsyeja? Përfundoni ju lutem. Atëre për të qenë korrekt me rregulloren për informacion dhe transparencë për të gjithë